يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Ata të cilët u thanë vëllezërve të tyre që vetë nuk ishin shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në luftë, law ata'una ma qutilu, thanë sikur na kishin dëgjuar ata neve e mos ishin shku me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, nuk do të vriteshin. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى thojatënve nalne ju vdekin kur ju vin juve, nëse jeni drejt në atë që po e thoni. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Mos i llogaritni ata të cilët i ndron rrugën e Allahut subhanahu wa taala të vdekur. بل أحياء عند ربهم يرزقون, sepse ata janë gjallë të Zotit tyre, janë duke u furnizuar me begati, me ushqim, me pije, rrezik. فرحين بما آتاهم الله من فضله, janë të gëzuar me atë që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë atyre prej begative të tij. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم, dhe i përgëzojnë ata të cilët nuk janë bashkangjit me ta ende që janë halo gjallë në këtë dunja, alla khawfun alehim wala hum yahzanun, se për ata nëse ndjekin rrugën e këtyre nuk do të ketë frikë, as nuk do të ketë dëshpërim. Yastabshiruna bi ni'mati min Allah wa fadl, i përgëzojnë ata me begatitë e Allahu subhanahu wa taala dhe mirësitë. Wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin, dhe se Allahu subhanahu wa taala nuk i humb kur shpërblimin e besimtarëve. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve alladhina qalu li ikhwanihim, ata i thanë vllaznive të vet. Kush janë ata? Ata janë munafiqët. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala tregon për munafiqët në Uhud, të cilët përçarën ushtrinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose arritën që prej ushtrisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të nxjerrin 300 vetë. Prej 1000 sa ishin. Shtin më kthye mrapa. Dhe kjo ka qenë një goditje e rëndë për muslimanët. Nga se në rrugës sipër për më shku më ballafaqu me mushrikin, me të kthye 300 vetë prej 1000-ve, është e rëndë, është e vështirë për ata të cilët e njohin çështjen e luftës. Dhe këta e kanë bërë munafiqët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vazhdojnë me bë, edhe kanë me bë derisa Allah subhanahu wa taala t'u lejon atyve në këtë dunjë me bë këto dredhina. Qalu li ikhwanihim, i kanë thënë vllaznive të vet. Për shkak se edhe këta, secili ka vllaznit e vet. Muslimanët i kanë vllaznit e vet, munafiqët i kanë të vetit. Mushrikët i kanë të vetit, secili i ka vllaznit e vet. Dhe për çështjet e vllaznive kemi folur se Islami një vetëm 3 lloj vllazërisë, ajo është vllaznia prej gjakut, prej qumshit edhe prej fesë. Nëse s'është njëra prej tyre, Islami nuk e njeh. Tash ne musliman nuk ka mundësi me pas vllani munafik. Për shkak se nëse e ka vllata, ky është munafik ose ai do të më bëj musliman.
Alladhina qalu li ikhwanihim qa'du, ata kanë thënë vetë s'kanë shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë thënë vllaznive vet, ose kanë thënë për vllaznitë e tyre, të cilët ishin vrarë, law ata'una ma qutilu. Mëna pas ngu neve, e mos me pas shku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin vrarë. Këto është problemi i munafikis. Një prej problemeve të nifakut është ky me menua se kishe mujt mi pështu e vdekjes. Na nuk shku me pejgamberin sa pështu, ata që shkuan u vranë. Kjo është besimi i munafikëve. Kurse besimi i muslimanëve është se vdekja është e përcaktuar dhe nuk lëviz. Fa idha jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Thot Allah kur vjen ajali, koha për me vdek, as nuk shtyhet përpara, as nuk shtyhet mbrapa, as nuk vjen përpara. Edhe në çështjet e jetës së përditshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur ndodhen diçka, mos thuni sikur të kishme bë kështu, kishme bë ashtu, sikur të kishme bë ashtu, kishme bë kështu. Por thuni qaddar Allah, ky ka qenë caktimi i Allahut wa ma sha'a fa'al, çka dëshiron Allahu bën. Të çështjet e kaderit, besimtarët e kanë për detyrë me i marrë masat, të gjitha masat të cilat janë të lejuara, për shkak se edhe sebepet janë shariatike dhe jo shariatike. Me marrë sebepet, me marrë shkaqet për diçka, por shkaqe shariatike, pastaj ka me ndodhë apet aja që ka caktu Allahu. Pa marrë parasysh i kemi marrë shkaqet ne ose si kemi marrë, ka me ndodhë që ka caktu Allahu. Por, është obligim për neve me marrë shkaqet. Pastaj kur ndodh ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, ne më nuk kemi përgjegjësi, për shkak se i kemi marrë të gjitha shkaqet të cilat të kondosh me marrë për çat vepër. Dhe shkaqet të cilat do të më marrë janë shkaqe halal, jo haram. Për shkak se ka edhe shkaqe haram. Për me kuptue, risku vjen dhe nuk ka mundësi me njeriu mos me marrë ata që e ka caktuar Allahu. Por duhet me u angazhu, me punu që me fitu rrezikun halal. Kjo është sebepet për moralizu kaderit, caktimi i Allahut, sebepet halal. Sebepet haram janë me shku me vjedh, me mashtru, me edhe këtu apet e mrin që ata që ka caktuar Allahu, veç e mrin nëpërmjet rrugës ose nëpërmjet sebepeve haram, ose për shembull martesa është halal. Mënyra e zinas është pa martesë. Shkaqet halal janë qëse rrugë, edhe mrin që ata që ka caktuar Allahu. Shkaqet haram janë se rrugë edhe mrin ata që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Tash shkaqet edhe për jetë do të më marrë që mundësisht mos me vdek. Për shkak të fajeve tonë, për shkak mos mbrojtjes tonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë luftë e ka vesh plazmorën edhe ka nu helmetin i dërguari i Allahut. Pse? Me urujt prej sulmeve të mushrikëve. E këto janë sebepe legjitime. Por nëse ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, aja pet vritet. Tash një sebeb është hala më shumë, e mos shkoni hiç me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për mos me vdek. Edhe këta ka thonë vllaznivet vet, mos me pas shku këta me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ma qutilu, nuk ishin në vrarë. Thot Allahu, qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin. Ani pra, mos i pomenoni ju se me veprimet e juve e nalni vdekjen. Në këtë rast, do veprimet e juve janë mos me shkue me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse me çdo veprimet e juve ju mendoni se pejnani vdekjen, nalni kur t'ju vin juve të shtëpiat e juve pra. Merrni ai sebeb, merrni ai shkak, kur të vin vdekja, mos vdes. Tash kur qysh po mendon që të shkrepi mirë shkaku që të shkove me pejgamberin sa pshtove në vdiqje. E kur të vin tana vdekja të shtëpia jote, pse po pshton edhe aty? Qul fadra'u an anfusikum al-maut.
In kuntum sadiqin, largoni vdekjen pi vetëve juve kur ju vinë pranë senit, sinqert në ata që ka thënë se ju po mendoni se mundi mi pështu vdekjes nëse nuk e bashkëngjitni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allah subhanahu wa taala tregon se ata të cilët kanë luftuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata kanë qenë me iman, ata të Allah subhanahu wa taala kanë shpërblime shumë. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Allah subhanahu wa taala thot mos i llogaritni, as mos menoni se ata të cilët janë vrarë në rrugën e Allah subhanahu wa taala janë të vdekur. Në një ajet tjetër në surën Al-Baqara thot Allah subhanahu wa taala wala taqulu mustuni liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, se për ata të cilët janë vrarë në rrugën e Allah janë të vdekur. Në këtë ajet thot wala tahsaban, mos e llogaritni. Që dhe me thonë se asë nuk bën me thonë se ata janë të vdek, asë nuk bën me menu hiq se ata janë të vdek. Asë me thonë me goj, asë me menu se ata janë të vdek. Bel ahja. Por Allah subhanahu wa taala thot ata janë të gjallë. Inda rabbihim yurzaqun, te Allah subhanahu wa taala janë duke u furnizu. Dhe kjo është veçoria e tyre të cilët në vrarë rrugën e Allah subhanahu wa taala. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allah subhanahu wa taala shpirtat e tyre i vendos në shpirtat e zogjve në xhennet dhe ato ecin kada që dëshirojnë. Kada që dëshirojnë. Dhe Allah subhanahu wa taala jep veçori të tjera për ata të cilët janë vrarë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose janë vrarë rrugën e Allah subhanahu wa taala duke u munua me ngrit fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ferihin një pe veçorive që e kanë janë të gëzuar. Bima atahumullahu min fadli, për shkak të begative që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Dhe për veçoritë e shahidit, argumentet cilat kanë ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë mahnitse. Kështu i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse këtu Allah subhanahu wa taala flet në Kur'an, ferihin bima atahum Allah min fadli, ata janë të gëzuar me begatit që është duke ia dhënë Allah subhanahu wa taala tash. Dhe Allah subhanahu wa taala kretë që to që i përmen nuk janë për kërkon hiç, vetëm për shahidat. Ahya janë gjallë, inda rabbihim yurzaqun, te Allah subhanahu wa taala janë të furnizuar, ferihin janë të gëzuar, o yastabshirun, edhe i thonë selam. E keni ndëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu, kur vdes biri i Ademit këputet lidhja me këtë dynjë. S'ka me këtë dynjë më. Njeriu ose është në jetën e kësaj bote, ose kur kalon pjesën e kësaj bote, është në botën tjetër. Te Sunneti dhe Xhamati nuk ka kurfar kontakti ata të cilët janë këtë dynjë me ata të cilët janë në botën tjetër. S'ka. Vetë të sufit barbakia që aty ju del herë natën, herë në gjumër lidhen me ato lidhet e tyre të devijuara, por te Sunneti nuk ka. Shkputja. Ata që kanë vdek, janë tjetër botë. Ata që janë gjallë janë tjetër botë. S'ka mundësi komunikimi, as me ëndra, as me gjumë, as kurrë. Ky nuk është besimi i Sunetit. Përveç përjashtim, Allah subhanahu wa taala ka bë që Allahu e çon selamin e tyre, jo që ata e quajnë. Direkt, wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim, thot Allah subhanahu wa taala ata i përgëzojnë ata të cilët i kanë pas shok në këtë dynjë, po halasin bashku me ta. Ata kanë me të halon këtë dynjë, ata kanë shkuar te Allah subhanahu wa taala. I përgëzojnë. Kush ka thënë që i përgëzojnë ata? Në gjumë që ka pa ëndra? Jo, Allahu subhanahu wa taala e bjen përgëzimin e tyre. Domethënë ka sill Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim", i përgëzojnë ata të cilët kanë me të halon jetën e kësaj bote, ata i përgëzojnë vllazërit e vet,
nuk i përgëzojnë që munafikat, se munafikët i kanë përgëzuar vllazërit e vetë, mos shkoni. Këta e kanë vetë i përgëzojnë, hajdeni, se na kena kalu mirë. Dhe këto janë fjalët e Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Nuk janë ëndra të sufive, fjalë të cilat Allahu subhanahu wa taala ka sjellë në Kur'an. Alla khawfun alehim wala hum yahzanun. I përgëzojnë ata se për ata s'do të ketë frikë, as nuk do të dëshpërohen. Nuk ka frikë, as nuk dëshpërohen. Nuk ka frikë, normal frika më e madhe është mëse që të vdes njeriu, edhe dëshpërimi më i madh është mëse që të vdes. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon kur njeriu hin varr edhe pyesin melekt nëse i përgjigjet pyetjeve, i thonë që me hije në xhenet, kur bëhet kiameti. Nëse se përgjigjet pyetjeve, i thonë që me hije në xhenem, kur bëhet kiameti. Edhe kur ti thuhet kështu, ky është dëshpërim edhe frikë. Shahidat nuk e kanë. Për shkak se ata s'kan për shkak pse më friku. Allah subhanahu wa taala nuk i frikson robërit e vet. Por edhe shahidat në fe kanë kushte dhe rregulla të përcaktuara. Njerëzit që me menimet e veta e bojnë shahida të rifanjeri. Por shahid në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë është vetëm ai kërkush tjetërisht që vritet liyakun kalimetullahi hiya al-ulya, fjala e Allahut të jetë më e larta. Veç ky është shahid, kërkush tjetërisht. Kërkush tjetër nuk është shahid, përveç atij i cili vritet me qëllimin, me niyetin që fjala e Allahut subhanahu wa taala të jetë më e larta. Në hadithin e saktë gjithashtu që transmeton Imam Buhariu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se të parët të cilët kanë me hije në xhenem janë ata të cilët në këtë dynjë janë llogarit shahida. I kanë llogarit njerëzit, i kanë bën vet. Por te Allahu subhanahu wa taala janë tillë. Kur i vetë Allah subhanahu wa taala, pse keni luftuar ata për hir të Allahut? Thot Allah po rreni se ju keni luftuar për me luftuar hallki. Ai tjetri ka luftuar për me met në histori, ai tjetri ka luftuar për me fituar në far plaçket luftës, ai tjetri ka luftuar për mu kallzuar trim, ai tjetri veç ai i cili vdes vritet që fjala e Allahut me niyetin që fjala e Allahut subhanahu wa taala të jetë më e larta, veç ky është shahid. Pastaj ka përmendë Allahu subhanahu wa taala disa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa kategori të tjera të cilët e kanë shkallën një lloj të shahidit, po ky nuk është shahidi luftës, do të më dallu. Ata që vdesin për smujve të barkut, ata të cilët i zet tërmeti, ata të cilët bin penatit, ata të cilët mbytën ujë, po këta nuk janë sigur Hamza i Uhudit, o Llazni. Kjo çetër gjë, çetër lloj shahidi është ai i cili vritet duke luftuar që fjala e Allahut subhanahu wa taala të jetë më e larta, çetër është ai që ka shkuar mu la muslimanin ujë edhe u myt në ujë. Tash kjo ka një shpërblim për shkak të vështirësisë së vdekjes. Edhe këto që ka mbyt tërmeti ka një shpërblim veçantë për shkak të vështirësisë së vdekjes, edhe ai tjetri për smundjes barkut, ai tjetri që kanë në hadithe. Por shahid nuk do të më ngatruar çështjet. Veç ai i cili ka vdek ose vra që fjala e Allahut subhanahu wa taala të jetë më e larta. Por në këtë dynjë dietarët kanë përmendur se shahidat janë disa lloje. Këtë dynjë, sa i përket gjykimit njerëzve. Disa na mendojmë që janë shahida, ata janë shahida hiç. Se Allah subhanahu wa taala e din zemrat e tyre. Në hadithin e saktë, një prej njerëzve duke luftuar pejgamberi, sahabët janë mahnit prej luftës së tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ky ka më shku në xhehenem. Sahabët çudit çysh që ne kemi gjithë këtë kontribut, edhe njëri prej tyre ka përsëri. Derisa tha të plagu, kur u plagu s'ka mujt me i dëru dhimbje të vdekjes, e ka ndrej shpatën edhe u lëshuan te, e ka bën vetvrasje. Ti mendon që është shahid se ai në betejë ka vdekur që kur e kanë gjetë me shpatë në trup. Ama nuk është i tillë. Disa
mendoj njerëzit që janë shahida, ata s'janë. Dyta, në për disa mendojmë që nuk janë shahida, ata janë. Plot njerëz ka, besimtar musliman të cilët nuk e dimë ne. Por të Allah subhanahu wa ta'ala, ata janë shahida. Për shkak të vdekjeve time që nuk i dim që kanë qenë, për shkak plot gjona, edhe të Allahu janë, por nuk i dim. Disa tjerë, as të Allahu, veç kërkon. Edhe i fundit, ata të cilët ne i dim, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala, të Allahu janë të tillë, dhe janë ata të cilët, për cilët ka tekst, librin e Allahut ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur që janë vrarit e Bedrit, e Tuhudit, ata të cilët kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për të cilët ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata e dimë edhe na, edhe te Allah subhanahu wa taala janë tillë. Për të tjerët që janë prej muslimanëve, ne gjithmonë themi, shpresojmë se në atë që është e dukshme, çdo kush prej muslimanëve që vritet duke u përpjek që fjala e Allahut të jetë më e larta, është shahid inshallah. Kurse më rëndësinë e kërkuna, garanci për kërkon, nuk jep kërkush për neve, se realitetin e çështjeve ne nuk e dim, vetëm se gjykojmë sipas asaj që e shohim. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl. I përgëzojnë besimtarët ata që kanë shkuar te Allahu subhanahu wa taala, se shumë begati të mëdha u jep Allahu, dhe ato begati i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin, dhe i lemrojnë ose i rikujtojnë se Allah subhanahu wa taala nuk e humb shpërblimin e besimtarëve. Nuk e humb shpërblimin e besimtarëve vetëm në çështje është më rëndësi më pas në mend. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos ta nënçmon kërkush për juve sadakën e tij. Kushdo më dhon sadak. Kur mos thonë unë i dhash veç llogaritmi 10 cent. Kur mos thoj veç se që të 10 kemi gjetë të Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqu an-nar walau bi shiqqi tamra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jepni sadaka koftë edhe gjysmë hurme. Gjysmën e ke hangër, gjysmën me dhon sadaka. Kërkush mos thotë që ka sadaka e vogël, për shkak se thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu inda Allah. Çka të që bëni prej të mirave, keni me gjetë Allah. Dhe se kemi gjetë. Inna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin, se Allah nuk e humb shpërblimin e veprave të besimtarëve. Menon dikush që nëse Allah subhanahu wa ta'ala s'ta humb gjysmë hurme, edhe Allah subhanahu wa ta'ala s'ta humb 10 cent, menon dikush që ja humb jetën që ka dhënë fi sabilillah. Dhe që domethënë kjo sa e madhe është ai që ka dhënë jetën e vet, me ato që i ka dhënë gjysmë hurme ose 10 cent, për llogaritme sa për kuptim. Të pejgamberi sa këtë thjeshta që i keni dhënë, mos llogaritni që keni bë pak, se keni me gjetë Allah subhanahu wa taala, po ato të cilat janë të mëdha. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah subhanahu wa taala nuk jam paksan kërkuna begatit që i ka bë. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.